dorë, pap kamera hy nga poshtë. Hape qik. E maskara që me ecën mua ashtu si qelbani këti. Përshëndetje, zotri. Qa përshëndetje, alla? Do na vrasësh? Qa shpejtësi është ajo, si çmendur? Me 40 Si cikletrat, dokumentat, patentat, qa ke? Po, urdhëro. Të gjitha këtu i ke. Sokol, ku vete Sokol? Ha? Ku i kem punë? Ishe shpejt, ishe shumë shpejt. Me 40 isha, zotri. Ishe shumë shpejt, ato zjarë fikse ti ke? I kam janë. Pa mi trego që. Tregoj unë të gjitha. Po ripim pse se kishe të vënë? U ripi sa hoqa, zotri. E di që ishe pa rip? Po u ripi sa hoqa, si isha Po për pasagjerin e kishe ripin? Po s'kam pasagjer Po fare, po kishe zotri. doja vje ripin ti pasagjerin? Normalisht do ja vi. Dil jashtë bëjmë një kontroll alkoolin se dukesh që je tapti. Po shtora 9:10 ku Po kam e pas ke vir do me thënë. Jo, Hajde këtu, i kem punë. e shikon këtë vizën e bardhë këtu? Nuk dua të shkelesh jashtë vizës. Rregull, Tjetër e bëjun. 10 hapa do bësh. Qa bën olla? Sa ke pirë bu? Po s'kam pirë. Sa shishe? Hajde bëj prap shife. Po mos u tallë. Po bëj prap shife. Se jemi për punë. Qalo, 10 hapa, mos e shkel. Ha! E shikon që e i pirë. Ri qik aty të kontrollojmë për gjoba. Aty ri, Po shefi po. Se mos ikën. Po shefi. Baci, si e vlla, qa bën? Si ke qenë? Mirë jeti? Ore si dolje e reali dje? Kapëm gjë? Prap? E vari lesh kështu që punë. Ma kontrollo që është një golf gri këtu, sa gjoba ka? Aha, 30 gjoba. Fal zotri po. E ke 30 gjoba pa paguara. Golf gri. Minimalisht duhet i kërkoj. Shef në një golf tjetër gri këtu ti? S'di të bëj unë punën time, do mësosh punën. Shumë tani. E di që je për bllokim. Ha? E di që je për bllokim. Bllokohet mjeti, ti futesh në burg, kalamaj ti le rrugëve, ke kalamaj. Jo më thënë ne pasën. Për fëmijët nuk mendon. E kam dar pra. Do ta zgjidhim. Ja se ta rregulloj, po do ta mos më prek mua se do ta zgjidhim tani. Çka 200. Ja një sekond ta rregullojmë. 200 që rregullohet. Rregullohet. S'do bllokosh mjetin se unë me këtu Po shih fol fëmijë. nga jeti vlla. Nga te Pelena. Po pse s'tua për çe nga te Pelena? Do ta rregullojmë. Po da rregullojmë. Hajde të ndojmë kafe në një. Tala. Të dashur teleshikues, ndodhemi këtu në Arban me shefin e policisë Luli për të parë ndërveprimin që kanë forcat e policisë rrugore me shoferët e ndryshëm dhe ja ku kemi live një rast, po. Përshëndetje, si jeni? Më falni për shqetësimin. Si jeni, zonjë, mirë jeni? Zotri? Mirë, faleminderit. Si jeni? Më falni që ju ndalova një kontroll rutinë të dokumentave, ju lutem nëse nuk ju shqetësoj. Urdhro zotri. Faleminderit. Ka të gjitha Faleminderit. Oh, sa bukur, janë të gjitha shumë në rregull. Ndihem krenar që ndaloj qytetar kaq të ndershëm dhe kaq të sjellshëm. Zonjusha gruaja? Po, zonja ime. Është zonjë, tamam, jeni shumë të bukur. Faleminderit. Marr shkas me që janë festat e vitit të ri, t'ju qeras me këto ëmbëlsira, me këto çokoladata, hajni të gjitha. Edhe një diçka dekorative e vogël nga Shqipëria, nga policia shqiptare, më falni se u ngatrova, kam emocione. Kjo është policia që duam. Kjo është policia që duam zotri. Na kanë trajnuar mirë, na kanë trajnuar shumë në rregull. Jeni shumë të sjellshëm. Gjithsesi shumë faleminderit që na ndaluat. Do kaloni prap këtu më vonë? Do kaloj në orën 4 se dalim nga puna zotri një pyetje. Unë këtu do jem. Po. Më fal. Mos të ndodhet në 5000 lekë për naftë se po më mbaron. Të ndihmoja vllai, po s'kam ndaluar ndonjë tjetër sot. Faleminderit shumë. Baçi, ndihmoç. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit, ë? Po, do ma shtyni një çik se s'më punon me infraksioni. Patjetër. Hajde Baçi. Gati. Të lutem pak frenat e dorës, i lëshon çik të lutem. Ah, bravo! Haj të lumt, miru pafshim! Të nderuar telespektatorë, jemi këtu të lidhur live me të gjitha mediat më të rëndësishme për të asistuar një operacion të policisë, të forcave të policisë së shtetit shqiptar dhe ja live për ne ja ku po vinë këtu, na shpifit, na hodhi, ja forcat e policisë, duke treguar agjilitet dhe zotësi, duke treguar këtë lëvizje, ta janë ata që ruajnë qetësinë. Forcat e policisë
me profesionalizëm dhe talent. Shikojeni të dashur teleshikues, tek përpiqen të analizojnë një fushë me kanabis, po në fakt duket si fushë me grur, dhe për të shtukur krimin nga vendi, zotësia e këtyre policave të nderuar teleshikues. Vini re, bë një graditje me tik, ka gradit 30.000 lek. Grabitje? Ku është grabitje? Don Bosco. Pse ke naftit vesh deri atje? Çaka? Apo s'kemi naftë. S'kem naftë atje për mbytet, sa të vëm ne ata kanë ikur. Po këta tani e lën gjithmonë ku lëm turnin e tani do t'i bëjnë këto gjëra. Uer, shiko se. Sa do ndjekim ne? Jo, nuk vjen. Do vëm tifuzin ai paçi pilaf te loni ne pa. Atë kesh. Do vish ti buçi. Hajde ti ngort për pilaf. Veri buçi.